Duka gjë një trend i mirë që po m'pëlqen shumë edhe që po m'bjen sy edhe kur shkoj te dikush mysafir edhe në përzyre, përdorimi i pasqyreve në ambiente. Çfarë energji ose çfarë rëndësie ka pasqyra në ambiente kur rrim? Tash pasqyrja e bën ambientin më urrit. Po. Do me thonë e reflekton që atë ambientin. Tash dhe nëse e kini koridor 5 metra qatë, nëse e qatë një pasqyrë në fund koridorit, a koridori ka mu do kështë është 10 metra. Po. Edhe e krijon psikologjinë e madhësisë të ambientit, do me thonë të arrit ambientin. Një ambient që rritet është edhe ma luksos. Po. Edhe gjithmonë ka me konë edhe ma mirë. Po, varësisht ku përdoren pasqyret. Pasqyre për shembull në qendrim ditor kam pas shumë raste që vendosin pasqyre mbrana qendrimit ditor, pasqyret mëdha. Pasqyra në qendrim ditor nuk vijnë. Pse? Çka ka me të dosh pasqyra në qendrim ditor? Okej, për rrit ambientin, po nuk e ka vendin aty. Pasqyra tash krahas që doket mirë, do të me jakshyrë edhe funksionin ku e ka. Mundesh me qit diçka ku dush, nuk është problem ajo. Po, dosh me kshyrë edhe funksionin, çfarë funksioni po t'jap ajo. Tash pasqyrat në koridor është e nevojshme, pse se tu dal veshësh, kshyrësh pak edhe del. Ose në dhomat gjumit është mase e domosdoshme. Po, do të mja gjetë krahas a doket mirë, do të me kshyrë edhe funksionin. Po.